Përshëndetje miqër dhe mirë se erdhët në Përniqen, emisionin ku përpiqemi të nihemi. Sot do të shikojmë takimin mes Maxhellës dhe Azganit dhe do të shikojmë a janë përniqur ata dhe pse Maxhella duket goxha e përniqur. Çu be kjo mu. Puishere Azgani? Kaçere malaka kaçe? E me Maxhella nga ishe ti? Ego, isha të ndihmo të gjajit kaloni rrugën. Qa ke? Të vaj dimandi? Ashe, më shushe qokot. Shikalova? Do na bësh? Ele se poroshin do ta bëj vet. Shije, do na bësh një tash kebab, do bësh një merluç, një agaluçe, do bësh një pilaf me patate, do bësh edhe një hamburger shqeto, edhe një revani për në fund. Tjerat më vonë. Kto i pagon produksioni apo? Po puishere aganaki, puishere moromu, puishere kardhula mu, puishe. E Maxhella. Po të pëlqen emisioni në Përniqen, si po ndihesh? Po ashtu. Ashtu? Sa më vdesh kur i kështu një. E ti shto të bëj apo jo? Unë doja marrë pronuse. Po dale more Azgan, pas ke qenë i paduruar mor të qifja undën. Po prit more ta njohësh një herë. Dhe pasi pam takimin në restorant, tani do të shikojmë dhe do të diskutojmë se si do të vijojë romanticiteti këtyre në studion tonë. Maxhella, ti si ndihesh zemër? E ja fut pordhësh Azgani. Urdhë? Unë jam një femër shumë e brishtë dhe kjo e shumë e shpejt për mua. Çfarë femre delikate që ka rënë duar dhe një ujku grabiçar si Azgani. Maxhella, po ai zotria prapateje kush është? Ky është një mik i cili kemi një event bamirësie në Thesaloniki bashk. O zot, sa të madhe e ka zemrën Maxhella. O Perëndi, Azgan, cila është lëvizja jote radhës? Maxhella, unë e kam ndarë mendjen. Wow, sa bukur. Me surpriza. Wow, çfarë emocione shkru do përjetojnë këtu në studion ton. Shko Maxhella të ndihmosh të varfrit, nuk është problem. Po qohu more Azgan, po qohu more çmëri këtu akoma. Dashur miq, kështu do mbyllet edhe ky emision, ju përqaputhim. Mua.